Në një mëngjes të qetë në një qytet të vogël francez, një baba i ftohtë ndalon makinën pranë një lumi të rrëmbyeshëm. Në sediljen e pasme, vajza e tij 5 vjeçare, e palëvizshme, e heshtur dhe e frikësuar. Ai e merr në krah dhe e vendos në një vark. "Babi, kam frikë nga uji", përshpriti ajo. Ai nuk thot asgjë, vetëm shikon, edhe papritur e shtyn në lum. Por ajo që ndodh më pas sfidon çdo logjik njerëzore. Sepse nga larg, një kal, jo njeri, hedh veten drejt ujërave të egra dhe fillon një mrekulli që askush nuk do ta besonte, po të mos ishte e vërtetë. Një mëngjes i zakonshëm në afërsi të qytetit francez Saint Michel u ndërpre nga zhurma e motorit të një makine të shtrenjtë të zezë. Në timon ishte Aleksej, një biznesmen me pamje të respektueshme, me një maskë të ngrirë qetësie të ftohtë. Sytë e tij ndiqnin vazhdimisht pasqyrën, sikur priste të ndiqej. Në sediljen e pasme ishte ulur Sonja, vajza e tij 5 vjeçare, e veshur me një fustan të lehtë me lule të zbehura. Vajza ishte me aftësi të kufizuara, karroca e saj ishte në bagazh, e palosur dhe e mbuluar me një batanie si një detaj i panevojshëm. Ajo ishte e heshtur, vetëm her pas here hidhte shikime të frikësuara drejt të atit. Që kur nëna e saj ishte zhdukur, ai ishte bërë një i huaj, i ftohtë, i vrullshëm dhe i shkëputur. Aleksej u kthye drejt skelës mbuluar nga barishtet pranë lumit Arden. Uji ishte i turbullt nga shirat e fundit dhe rjedhat e yndyra përplaseshin me forcë të veçantë. Ai doli ngadalë nga makina sikur po peshonte çdo lëvizje dhe hapi derën nga ana e vajzës së tij, duke shmangur kontaktin me sy, e mori atë në krah dhe e vendosi në një vark të vogël. Sonja u mbështoll nga të ftohtit, zëri i saj dridhej. "Babi, kam frikë nga uji", por ai heshti. U kthye nga ana tjetër, zgjidhi litarin e varkës edhe së shpejti ajo filloi të lundronte drejt qendrës së lumit. Nga pylli përtej vinin britmat e zogjve, edhe diku lehën qen, por uji ishte frikshëm i qetë. Asnjë peshkatar nuk kishte dalë atë ditë, sikur vet lumi mbante frymën. Në majtë të një shkrepe, në hijen e një peme të vjetër, një ogiç me emrin Stërm po kulloste. Kafsha ngriu sapo varka u gjend në rrymën e turbullt. Ai ngriti kokën, veshët i tundeshin dhe ndjeu tensionin sikur vet ajri përreth ishte bërë i trash. Aleksej ndaloi së lundruari. Varka lëkundej. Ai qëndroi mbi Sonjën si mbi një humner. Zëri i tij ishte i ftohtë, pothuajse i padëgjueshëm. "Më fal zemër", edhe në çastin tjetër ai e shtyu atë në ujë. Vajza bërtiti dhe ai tingull i mbytur dhe i shtrëmbëruar nga zhurma e rrymës u tret në ajër. Pastaj ai hodhi karrocën në ujë. Në breg Stërm hingulliu fort. U ngrit në këmbët e pasme edhe syt i ndritën me një zjarr të egër. Ai goditi tokën me thundrat e tij sikur po protestonte për atë që po ndodhte. Pastaj, pa humbur asnjë sekond, u nis me vrap drejt ujit. Këmbët e tij të fuqishme çan dallgët sikur të mos ishin ujërat e një lumi, por pluhur mbi një shtik. Fletët i përvëlonin, kraharori i ngrihej, por ai nuk ndalonte, nuk ngadalsonte. Ai e dinte ku të notonte, sikur zemra e vajzës po e thëriste pa fjalë. Stërm notonte me një siguri të habitshme, duke ia kaluar rrymës, sikur vet lumi kuptonte se nuk duhej penguar. Në bregun tjetër, një fermer i moshuar, Pierre Morin, po shpërndante drithëra për pulat kur dëgjoi një britmë. Ai ngriu, pastaj pa, mes ujrave të stuhishme, një kal që po mbante një trup të vogël mbi shpinë. Ai vrapoi drejt lumit, duke rrëshqitur në përbalt. Kur Stërm arriti në tokë, Pieri e priti vajzën. Ajo po kollitej,
uji i dilte nga goja. Ai e mbështolli me xhaketën e tij dhe çoi në shtëpi. Në shtëpi nu hatej erë kafeje, dru zjarri dhe shi. Ai ndezi oxhakun dhe e uli Sonjën në një koltuk. Ajo nuk fliste, vetëm shikonte nga oxhaku dhe më pas ra në gjumë. Ndërsa ajo flinte, Pieri kontrolloi rrobat e saj të lagura. Në një xhep sekret gjeti një letër. Shkrimi ishte femëror, i qartë. Sonja, nëse po e lexon këtë, do të thotë që nuk mund ta arratisem. Mos i beso babait tënd. Ai është i aftë për shumë gjëra. Të lutem, fshihe këtë letër. Lajmet e mëngjesit gjërmuan nga televizori. Sonja Dumont është zhdukur në lumin Arden. Babai pretendon se ishte një aksident. Autoritetet po zhvillojnë një kërkim. Pieri e mbylli televizorin duke shtrënguar buzët. Ai e dinte që ishte një gënjeshtër. Vajza nuk mund të kthehej mbrapsht. Në mbrëmje, Jacqueline, fëmijë e tij, erdhi. Kur pa Sonjën, u mbështoll nga emocioni, por nuk bëri pyetje të panevojshme edhe tha vetëm: "Kam një nip. Punon në një klinik. Do t'i kërkoj t'i gjej një karrocë. Do t'ja dalim." Kaluan 3 ditë të mbushura me ankth dhe kujdes. Stërm, sigurisht e lidhur me shtëpinë, nuk largohej asnjë hap, duke ruajtur tek dritarja, sikur kuptonte që vajza ishte në rrezik. Sonja gradualisht po merrte veten. Natën ende zgjohej duke qarë, por ditën filloi të bëj pyetje, duke u rikthyer ngadalë në jetë. Filloi të fliste fillimisht me pëshpëritje, me fjali të shkurtra, sikur testonte nëse ishte e mundur të ishte vetvetja këtu. Dhe më pas, një mëngjes ajo qeshi, qetë, brisht, pothuajse e padëgjueshme. Ky tingull ishte si një reze dielli përmes rreve të dendura. Por rreziku mbetej. Në përfshat qarkullonin thashe theme. Disa thoshnin se kishin parë një vajzë. Postera me foton e saj vareshin në shtylla, në dyqane dhe në dyert e kafeneve. Fytyra e Aleksej nuk largohej kurrë nga ekranet. Jepte intervista, betohej në dëshpërim, rriti shpërblimin për çdo informacion. Në Saint Michel njerëzit përshpëritnin. Disa i besonin sinqerisht dhimbjes së të atit të kapluar nga pikëllimi, të tjerë ndjenin mashtrimin tek ai, por kishin frikë të flisnin me zë të lartë. Pierre, duke e parë këtë hipokrizi, ndjente zemërimin që i ziente brenda. Ai e dinte se një e keqe mund të fshihej pas një kostumi të hekurosur në mënyrë perfekte dhe një zëri deportues në televizion. Pierre vendosi të vepronte, shkoi në qytet për të vizituar Isolden, mbesën e tij, e cila punonte në bankën lokale. Atje, në Bodrum, ruhej kasaforta e Elenës, nënës së Sonjës. Sipas arkivës, ajo mund të hapej vetëm në praninë e Sonjës. Pieri tregoi letrën. Isolda u zverdh në fytyrë, por pranoi ta ndihmonte. Mund të ketë dokumente atje që vërtetojnë gjithçka. Pierre u kthye në kasolle me një plan. Dita tjetër ishte festa e të korrave. Do të ishte turm njerëzish, zhurmë e lëvizje. Mbulesa më e mirë. Jacqueline përgatiti maskimin. Karroca u zbukurua me fjongo. Sonja veshi një fustan të ndritshëm. Nuk u vun re në shesh. Isolda i priti nga hyrja e pasme e bankës edhe i çoi në Bodrum. Por jashtë derës u dëgjuan hapa. Ishte Aleksej. Zëri i tij kishte mirësjellje të shtirur. Stërm shpërtheu me një hingëllim në rrugë. Njerëzit filluan të bërtisnin ndërsa ai vraponte mes stendave, duke krijuar kaos. Në ato moment, Pierre e shpërqendroi Aleksejn dhe Jacqueline nxori Sonjën nga dalja anësore. Ata hypën mbi kal dhe u zhdukën. Sonja e shtrëngonte çantën me dokumente në kraharor dhe përshpëriti. Në shtëpinë me flutura blu, mami më tha. Ajo do të pres atje. Përmes fushave, përgjatë shtigjeve të padukshme për syrin, Stërm i çoi. Në mbrëmje arritën në skajin e pyllit, ku një shtëpi e vjetër ishte mbuluar nga hardhit. Sonja bërtiti. Mami, Elena doli me vrap në verandë, përqafoi vajzën e saj dhe shpërtheu në lot. Hetuesit po i prisnin brenda,
Dokumentet nga kasaforta u ekzaminuan. Provat ishin të pakundërshtueshme. Aleksej u arrestua ditën tjetër. 6 muajt më vonë, shtëpia e Pierit u bë shtëpia e tyre e vërtet, një vend ku koha ngadalsohej dhe frikërat filluan të treten. Sonja po mësonte të ecte sërish. Fillimisht hap pas hapi, me ndihmën e Pierit, pastaj me një shkop, edhe më vonë pa të. Çdo hap i saj shoqërohej me duartrokiqe nga stërm, i cili hingëllinte dhe godiste tokën me thundër, sikur ta inkurajonte. Jacqueline pjekte byrek me kajsi dhe erëza, arome të cilëve përhapej nëpër shtëpi, duke krijuar një ndjesi ngrohtësie. Ajo i mësoi Sonjës si të hapte brumin dhe tani kuzhina çdo mëngjes shndërrohej në një punisht të lumturie. Elena më në fund i u kthye ëndrrës së saj të vjetër, po shkruante një libër. Në mbrëmjet e qeta ajo gjendej në verandë me laptopin e saj, ku përshkruante historinë që pothuajse askush nuk do ta besonte, po të mos ishin dokumentet, dëshmitarët dhe besimi në drejtësi. Ata u bën një familje, jo nga gjaku, por nga zgjedhja, dhe kjo zgjedhje ishte prova më e fortë se edhe pas tradhtisë, dhimbjes edhe frikës, është e mundur të ndërtosh një botë të re.